Rama dhe Basha të dy me njëri tjetrin po bashkëpunojnë, kjo nuk do të thotë që të dy kanë një pakt të dakordsuar, por në distancë po përdoren një top që po e gjuajnë me radhë njëri tjetrin, po triblojnë me njëri tjetrin, ku të dy besoj që po fitojnë nga pak pikë dhe i humburi vetëm është Sali Berisha, i cili është jashtë fokusit, i cili po goditet, sepse Rama në mënyrë të qëllim po projekton Lulzim Bashën si një opozitë reale, po i thot demokratëve, po doja 2021 ishte më e mira që ju kishit, ajo që është sot nuk është gjë, nga ana tjetër Lulzim Basha është duke u argëtuar se ka njëri që nuk ja vartë e kërkush, sot merr miliona klikime në ato videot e tij nga krevati, me 2 palë pijama veshur, me një nap me dantel mbi krevat. Se ka marrë vërtet miliona klikime? Po, Lulzim Basha ka marrë 2-3 milion me këto video që bën për kryeministrin, që janë tërësisht jashtë rutinës së zakonshme të klikimeve që ka pas zoti Basha që s'ka patur fare. Dhe siç ka thënë Rama, që ka vënë kapak me kësaj historie, Lulzim Basha për mua është një punë deri 11 maj. Pas 11 majit të vazhdoj gjumin e verës. Kështu që në këtë mënyrë Rama po përdor Bashën për të hequr fokusin nga Berisha dhe për dekurajuar demokratët që janë te Berisha duke thënë. Me këtë që thua ti do të thotë që Berisha është shumë i rrezikshëm elektoralisht dhe atëherë Jo, sigurisht që nuk është aq i rrezikshëm, por prapë është një alternativë konkurruese, nuk mund ta mohosh këtë domethënë. Duke faktorizuar Bashën, duke krijuar një ide që opozita reale është ky, praktikisht ai dekurojë ata pak demokratë. Se bën me Lapajn këtë, se bën me Shehajn. E para duhet dikush që ta mban lojë dhe të ketë një gjë e besueshme. Ka një skenar mes dyve. Basha e provokoi parë. Ka një historik bashk. Ka një natë që kanë kaluar bashkë të dy, ku numërojnë kush piu cigare më shumë se tjetri. Pra ka një histori, gjithmonë është folur për një flirt mes të dyve. Kështu që ka bazë kjo histori. Me Lapaj do ishte një gjë false dhe po të ndodhte. Me Bashën, se Basha ngjallet se gjysmë idiot me këtë gjë që po bën. Domethënë nuk është se ka një kategori që argëtohet qesh Samir, ka një kategori që gjëti që është ky se nuk i shkon ç'a bën kështu. Pra, i ka të gjitha elementet e intrigës së brendshme që duket i klikueshëm edhe një lojë interesante. Dhe për momentin është dueti ose seriali më i ndjekur në mediat sociale. Po kisha vende që të ketë ti, unë them që të thoja, pa e bëj kështu si që ta them dhe unë. Do të thotë që mi fituar i këtu është Basha jo Rama. Ose janë win-win të dy. Por do gjetë disa arsye më shumë që është Basha i fituar. Po i fituar i përdorur? Po nuk është i përdorur, ai po përdor Rama, Rama po përdor Bashën, a është reciproke. Ata janë shkëmbime si privat për çfarë? Si ndani gjërat kështu? Basha. Unë thash të dy që fitojnë, nuk thash unë bet dikush për Berishës. Tani fal, ti di shumë mirë që Rama ka përdorur Berishën dhe Berisha ka përdorur Ramën në zgjedhjet e para që u bën Shkodër. Apo jo? Pra, u hap krau që të fitonte Spajia. Për të marrë frym. Jo, për të marrë frym Berisha që ta hante Basha. Patjetër. Tani, merr frym Basha që ta haj Berisha. Por nga ana tjetër, të dy kishin nevojë për mbështetjen e Ramës. Kjo është lojë e. Kjo është stresje pa parë.